Orlando Kopliku, mirë se vjen në podcast. Mirë se gjeta. Ti nuk je njëri shumë I njohur, por për ata që të njohin mirë, e din se ke një produkt dhe kontribut të rëndësishëm me disa emisione investigative këtu në Shqipëri, por ajo që të bën ty, po themi, interesant, është historia jote me një emision shumë me ndikim dhe shumë të ndjekur në shtetin fqinj në Itali, që është Lejene. Të pëlqen të thonë hien? Është intriguese. Edhe shikoj, më kujton edhe vite, u bën 4 vite e catash që jam në Shqipëri, pavarësisht se gjithmonë lidhjet mbahen, kemi pasur edhe bashkëpunime me kolegët tonë, por gjithmonë është një pjesë e shpirtit që mbetet atje, sepse për mua me kam diskutuar shpesh herë edhe me miq, po edhe në ndonjë studio televizive, që ajo ka qenë një shkollë ndoshta më e madhe e jetës time, shkollë gazetarie. Sa vite ke qenë ti madam? Më duket 7 vite. 7 vite. Dhe ke lota. Më e famshmja e jotja, të pakën për ne këtu, më e famshmja. Ajo që, si më thënë, zgjoj shumë u bë popullore, sepse lidhej me një temë të ndjeshme për publikun tonë. Ka qenë historia e Alvin Berishës, djalit që ishte këmbgulja jote dhe ekipit tënd që u bë I mundur edhe rikthimi I tij. Mban ke kontakte ende me këta njerëz, pra me familjen? Po. I mban. Patjetër, kemi kontakte të vazhdueshme me afrimin me babain e Alvinit. Alvini tashmë është rrit, edhe nganjëherë edhe me të në një komunikim, por me afrimin po vazhdimisht. Shiko, ato ai burr dhe djali I tij kanë mbetur jo vetëm tek unë, po edhe gjithë grupi ynë që ishim për disa ditë atje, po edhe disa muaj që kemi punu për të arritur ta marrë Alvinin, kanë mbetur si një tatuazh në shpirtin ton. Ata janë pjesë e jona, nuk mundi ndajmë nga vetja, jo vetëm unë, por edhe Luigi Pelazza, I cili është gazetari me cilin kam bashkëpunuar për shumë vite ngushtë, edhe pjesa tjetër e grupit që ishim ne, të gjithë mbajmë kontakte me ta. Të gjithë kemi komunikime të vazhdueshme me afrimin, shpeshherë për festa, për këto gjithmonë kemi ato urime. Çfarë bën sot Alvini? Alvini vazhdon shkollën. Është në shkollë. Po, edhe bën jetën e tij atje në atë Barzago quhet provinca, në zonën e Lekos. Bën një jetë shumë, po konsiderojmë një jetë moderne, një jetën e një adoleshenti italian. Po, eksakt. Tani dhe po ta krahasosh, çfarë do të kishte qenë jeta e tij nëse s'do kishte ndodhur pra ndërhyrja juaj, jotja dhe ekipit, si do ishte jeta e tij në Siri, në zemër të disa konflikteve, të disa luftave, kështu që shikon ç'a bën, po themi, ndërhyrja e dikujt në jetën e dikujt tjetër është. Kjo tregon edhe fuqinë e medias, Kjo është fuqia e medias. Ana njerëzore është shumë e rëndësishme, e secilin ka ne, por edhe fuqia mediatike e një kanali të madh tregoi që po pati vullnet për të bërë gjëra të mëdha, po që gjë e madhe, sepse ishte sepse unë e konsideroj të madhe jo vetëm se sollëm Alvinin, por ne me emisionin ton atje, me që ishte një fëmijë shqiptar, zgjuam një lloj revolte në Shqipëri për fëmijët e mbetur dhe fëmijët dhe gratë, pra familjet e xhihadistëve, të cilët kishin mbetur në ato kampe. Dhe kjo ishte një shkëndi, kjo ardha e Alvinit ose themi historia e Alvinit fillestare, pra ishte një shkëndi sepse filloi të zbuloj numri I fëmijëve, deri në atë moment nuk kishte asnjë informacion se çfarë po ndodhte në ato kampe me fëmijët e xhihadistëve të vrarë. Pasi u zbulua kjo histori, pastaj ndodhi ajo që ndodhi dhe pavarësisht vonesave të vazhdueshme të autoriteteve, më në fund paktën pothuajse gjithë fëmijët janë këtu. Dhe kjo është shumë e rëndësishme.
çfarë të bëri përshtypje? Ti ke qenë vetë aty në terren, pra në kamp dhe i ke pa gjanat. Çfarë ishte një gjë që boni shumë përshtypje, që të drejtëroi, që të tronditi, që të ngjalli keqardhje, nuk e di. Unë kam qenë 2 herë në kamp. Në harkun kohor të një viti jam kthyer edhe një herë. Herën e parë ishim ekskluzivisht për Alvinin, duke pasur parasysh që morën vesh që ka një numër të madh fëmijësh shqiptar, jam kthyer me një grup jashtë jeneve, me 2 kolegë të lejene, por le të themi në një ndërmarrje private tonën, për të realizuar një dokumentar. Dhe në të 2 rastet, por sidomos në rastin e dytë, ne patëm një histori shumë, le të themi, shokuese, sepse hym në një zonë të kampit ku ishin fëmijët e xhihadistëve ose fëmijë me komsi nga zonat e ish republikave sovjetike, Uzbekistan, Turkmenistan, dhe aty që le të themi që më ka shkuar shumë është qasja e atyre fëmijëve ndaj çdo europiani që hynte në kamp. Agresive deri në dhunë fizike, pavarësisht ishin të vegjël, ishin shumë të motivuar, të determinuar për të bërë keq, për të dëmtuar. Po pse kjo? Pse ishte? Sepse është fryma. Pra ata ishin trushpëlar në dhe këtu pas e lindej diskutimi që unë e kam thënë në për studiot e televizioneve tona. Ata fëmijë duhen marrë me urgjencë, sepse çdo muaj, çdo javë madje që kalon në ato kampe, ato vetëm sa indoktrinohen, vetëm sa le të themi marrin atë shiringën e indoktrinimit në kokën e tyre. Edhe imagjino një fëmijë 10 vjeç dhe një fëmijë 15 vjeç. 15 vjeç i fillon pastaj dhe hidhet pak në veprim gradualisht. 15, 16, 17, ai mund të jetë, le të themi, një potencial edhe për të bërë kamikaz. Patjetër. Edhe thash nga kjo qasje jam shokuar vërtet, sepse më thënë kameramanin tim e dëmtuan me gur. Mori po një hematom të madhe këtu nga një gur që fluturoi nga. Pra ishit të rrezikuar edhe për dëmtim edhe për më shumë. Absolutisht, fëmijët që na drejtoheshin me këto shenja të shumë. Kur në të njëjtën kush ju shoqëronte, pra kishte dikush? Po kishim persona të sigurisë, po normalisht një turm fëmijësh ato çfarë do ju bësh? Po. Ne ishim atje në kampin Alhol, ku është kampi i Tmerrit, kampi ku jeta është ferr i vërtet, domethënë. Më pas në të njëjtën ditë ne jemi shpërngulur në një kamp tjetër, kampi Rozh, si quhet. Kampi Rozh është kampi le të themi i deradikalizimit, i rehabilitimit të personave. Dhe kushti i parë që i vendoset grave të xhihadistëve për të shpërngulur në kampin Rozh, i cili është edhe me kushte higjienike shumë më të mira, ka ujë të vazhdueshëm, nuk ka tenda, po ka këto kampera, kabina që janë këto. Dhe kushti i parë është që të heqin atë veshjen jo shamin duhet, një grua muslimane nuk mund të detyrohet ta heq, por atë veshjen e zezë të famshme që nga kjo e njihnim edhe ne gratë e ISIS, pra. Dhe kur shkuam në atë kamp, pam që fëmijët shqiptar ishin diçka krejt tjetër nga ata. Me fëmijët shqiptar kalova disa orë me ta, kemi luajtur madje futboll. Nuk ishin agresiv këtë absolutisht, shumë të qetë, shumë të afrueshëm. Dhe kjo besoj vinte nga fakti që ata e dinin që ti ishe shqiptar. Duhet ta themi edhe këtë. Mundet që të jetë kjo pjesë. Por gjithsesi edhe gratë shqiptare, ndoshta edhe të themi në atë situatë që ishin, e kishin qasjen le të themi të pendesës, kishin shenjat e pendesës, dëshirën për të rikthyer një jetë normale. Unë kam marrë 2 intervista shumë të mira të 2 grave atje. Njëra prej tyre kishte kaluar një situatë shumë dramatike pasi ishte sjell nga burri, nuk them me forcë, po ndoshta edhe pak e mashtruar, pak atje, sepse hapim pak diskutimin shumë nga xhihadistët tashmë të vrarë, në momentin e parë kur kanë shkuar edhe të binjur me idenë që atje po bëhet një shtet
islamik me rregulla islami, por edhe me jetesë shumë të mirë. Atje paguhesh kaq e aq, atje ka punë për kamionista, ka punë për këto pastrimin e qytetit e tjerë, ishin gjithë këto broçkullat. Në momentin që kanë shkuar aty kanë dhënë Kalashnikovin dorë. Edhe këto janë të faktuara edhe nga autoritetet kurde me të cilët i kanë hetuar, i kanë investiguar gjithë ta që janë kapur. Kjo grua që thash, Brunilda Koçollari, shkon atje me bashortin, ai vritet shumë shpejt, e detyrojnë të marrë, siç ishte ato rregullat e pashkruara të ISIS, që do merrte një burr tjetër, vritet i dyti merr burr tjetër dhe me të gjitha burra ka bërë fëmijë. Sot ajo grua, me sa kam unë informacion, është në një vend të Europës dhe bën një jetë të një gruaje normale. Është kthy, ka qenë me shumë fat. Me shumë fat, po edhe ndoshta edhe e bindur që tashmë ajo jetë duhet t'i përkasë së shkuarës. Sepse ka prej atyre grave që kanë atë tendencë për të qëndruar me ato ide. A ka të tilla ndër shqiptarët pakën, se me që edhe këto shqiptarët na interesojnë. Kishte të tillë që donin të rinin, pra ju duke gjëja e drejtë, po e bënin për një kauzë, apo kishte ndonjë tek tuk që donte? Është një grua e vetme dhe e cila supozohet edhe nga hetimet që mban peng disa shqiptarë të tjera, të gjitha këta, ky grup janë nga Pogradeci, ky grua është nga Leshnica Pogradecit dhe ka qenë e njëjta grua që ka mbajtur edhe njërë nga fëmijët tashmë që është kthyer, një vajzë që tashmë është 21 vjeçë, por ka qenë adoleshente, ka qenë e vogël dhe ka mbajtur me forcë gjatë gjithë kohës. E gjithashtu mban edhe disa pjesëtarë të familjes Shuli nga Pogradeci. Ata familjarët e tyre kërkojnë me çdo kusht kthimin e këtyre vajzave dhe fëmijëve të tyre, sepse këto kanë shkuar të vogla, apo njëra prej tyre është martuar, është bërë me fëmijë atje etj. Pra është shtuar në numra familja dhe kjo grua e vazhdon t'i mbaj me forcë atje. Me dhunë. Pra është e vendosur të... Po sepse kuptohet që ka dhe lidhjet me gratë e tjera të radikalizuar atje, një farë mënyrë ata kanë edhe policinë e tyre në thojzat e moralit brenda kampit, nëpërmjet së cilës komandojnë gjithë strukturën atje. Do të ketë qenë përvojë distopike, e habitshme, e frikshme, kur mendoj një kamp me njerëz tillë, që pra nuk di edhe çfarë të vjen dhe nga të vjen, se janë njerëz me një lloj pra predispozite të dhunës. Normalisht. Porosia vazhdueshme ishte mos u largoni nga njëri tjetri. Sidomos herën e parë, sepse herën e parë në Alhol kanë qenë diku 80.000 persona në kamp. Dhe ne ishim me 2 roje të armatosur, por që imagjino ne hynim me stendave në për zona le të themi një kamp i mbipopulluar, një geto vërtet, ku ti mund të humbasësh shumë thjesht. Sa humbet pak orientimin dhe nuk dim ku je. Ishte gjithmonë ajo frika, tensioni, se shiko se mund ndodh diçka. E cila shoqërohet edhe jashtë territorit kampit. Është ajo frika gjithmonë sepse ç'a ndodhte. Këto mbetjet, celulat e mbetura të ISIS, është edhe një çështje le të themi shpirtërore atyre, sepse kishin gratë dhe fëmijët brenda. E kupton? Dhe ata që të mbeturit e ISIS, sipas informacioneve që na jepnin kurdët, ishin gjithmonë rrotull kampit në tentativa për të, le të themi, për të çarë jetën, për të nxjerrë njerëz, ka pasur shumë arratisje të tilla, por edhe ishin gatshëm për të goditur. Pra për të qelluar me armë etj. Imagjino një makinë që kalon aty afër që mund shkonim vinim ne, sa objektivi thjesht ishte për ta. Tani unë mbaj mend mbylljen e sagës së Alvinit, që ishte këta që ju bashkuan në fund shpëtimit në thonjza. Pra kam fjalën dhe më intereson, unë këtë përshtypje kam do më intereson. Dosja Beiruti. Do më interesonte kondi ju si i peti këta. Pa shumë
lloj personazhe që u përfshi dhe gjithë e shpallin veten shpëtimtar, po ministra, deputet, politikan, njerëz ndërmjetësuar, të bëri përshtypje, të bënin përshtypje në gjë nga kjo përfshirje e vonë e tyre, por pastaj dhënia e dekoratës me vetë dekorimit. Besoj ka bërë përshtypje. Po, ka bërë përshtypje sepse kam edhe një episod interesant. Unë në Beirut nuk isha për shkak të mungesës së një vize. Unë isha me pasaportë shqiptare, shku në dy kolegët e mi atje dhe pas janë kthyer, kemi qenë një natë, po e quaj një natë feste, në një darkë me këto skuadrën ros të karabinjerëve, të cilët kanë qenë aktiv në gjithë marrjen e Alvinit. Dhe në një moment, unë ja shpjegova që në një farë mënyrë në Shqipëri, policia shqiptare dhe ministri atëhershëm Sander Leshi, në një farë mënyrë po konsiderohen heroj. Po marrin dhe njëri prej tyre më ka thënë tekstualisht këtë gjë. Ata ne na u deshën vetëm për të plotësuar disa dokumenta. Kjo është fjalia e tij. Dhe siç edhe ishte siç edhe ishte e vërtetë, nuk ka. Dhe për këtë një farë mënyrë kam polemizuar pak edhe në një ndërhyrje të Fevziu, sepse morën disa merita që nuk ishte as nevoja të bëhej gjithë kjo zhurmë, kur ti kishe mbi 30 fëmijë të tjerë atje. E kupton? Punon heshtje dhe vazhdo. Ndryshe pastaj antiterrori, pas marrjes Alvinit për shembull, antiterrori kanë bërë punë goxha të mirë, për të sjellë të tjerë, për të, okay. Kush ka merita i ka. Patjetër. Po kthehemi se e nisëm te lejene, sigurisht dhe kjo që ti na tregove pjesë e punës tonë, kuadrit lejene është, po një gjë që ti e ke mësuar nga gazetaria italiane, të ka bërë përshtypje dhe një gjë që nuk e gjen në gazetarinë shqiptare, cilat do ishte nëse ka një gjë tillë, se mund edhe të mos ketë. Çka ka një gjë që televizioni italian, media italiane, gazetaria italiane e ka si kolon, e ka si akt. Ajo që nuk po flas për gazetarinë italiane, po flas për redaksinë e emisionit Lejene. Më mirë ta përqendrojmë aty sepse aty është e gjithë, le të themi, karriera ime. Unë këtë që do të them, mundohem gjithmonë t'ja ushqej edhe kur të dëgjojnë, madje do t'i kujtohet gjithë piranjave të mia. Asnjëherë nuk duhet të viktimizohemi. E diti një kuriozitet që emisioni Lejene në çdo rast dhune ndaj gazetarëve nuk bën kallëzime? Nuk e di. Nuk bën kallëzime. Dhe kjo është një lloj motoje në një farë mënyrë kupton, ne po bëjmë punën tonë, jemi këta që jemi, kjo është puna jonë do të ketë edhe me këtë risk, do të ketë edhe këto situata. Nuk po flasim për raste kur dikush nxjerr armën dhe do të vrasë, por kjo dhuna e përditshme, këto përplasje, edhe duhet të them me shumë sinqeritet këtë, që ka shumë raste që ne na ndodh me piranjat dhe i fshim, i heqim. Ndodh pra përplasje, thashë edhe përplasje të vogla. Pse thashë, sepse në diferencë nga kjo klasë gazetarie aktuale në Shqipëri, të cilët për çdo përplasje sa do të vogël, bëjmë një status. Bëjmë statuse, shoqatat e gazetarëve reagojnë etj. Mendoj, kjo është personale, nuk e di. Mendoj që ne duhet jemi heroj më të heshtur se sa ato heroj që kërkojmë të jemi, të tregojmë që ne na ndodhi kjo, ne na bëjmë kështu, ne bëjmë punën tonë shumë mirë, me shumë korrektesë, dhe pastaj ta gjykojnë njerëzit. Puna flet. Kjo është ajo që unë thashë edhe një herë, është shembulli i redaksisë Lejene dhe unë mundohem ta përçoj tek piranjat. Mirë, tani një kundërpyetje, se s'po e quaj provokim. A nuk do kjo
heroizëm i heshtur, pra mos denoncimi i dikujt që të dhunon se ti po bën fundit jenë në punë, nuk është se po e shkon tek shtëpia për një gjë, po e shkon për një interes publik, pra për interesin e një publiku të gjerë, për një çështje, për a nuk kjo tërheqje përballë dhunës, a nuk e shton dhunën, pra ata thonë që ne lejene mund t'ju godasim sa të duam, se ata nuk na çojnë në polici. Jo, ideja është që nëse policia ka vullnetin e mirë, mund ta kapi vetë atë personin. E kupton? Por ne nuk kemi arsye që të shkojmë të bëjmë qaramanin të shitë policia që na shtyvin, na goditin. Thashë një rastet e dhunës ekstreme, që në një moment kur dikush të merr kanu dhe ta thyn për kokë, është diskutim tjetër. Unë po flas gjithmonë për rastet e dhunës, sepse unë një realitet që nuk e kam njohur atje, por e kam gjetur në Shqipëri është që edhe një shtyre me dorë, u bë dhunë. Sidomos, unë në një rast, kujtoj një rast për shembull para parlamentit që një deputet ose deputete, nuk kujtoj, ja uli dorën me gjithë mikrofon gazetarit dhe u bë e madhe shumë. Tash këto janë pjesë e një, shikoj, njeriu ka nerva, kushdo qoftë ai. Njeriu ka temperament, nuk mund të konsiderohet dhunë se unë po shtyj këtë tash. Kjo është këndvështrim, më kupton. Pastaj gjithkush e mendon si do. Por, thash, kur them nuk kemi bërë ose nuk janë bërë denoncime, nuk janë bërë kallëzime në polici, flas për rastet e një dhune jo proporcionale, një dhune të cilën dikush e konsideron dhunë, dikush e konsideron një lloj shtyrje me duar, diçka e tillë. Këtu jemi. Këtë kisha unë. Ju e keni fillu, Piranjat kanë fillu të ABC-ja, në mos gaboj, ABC News-i? Po. Dhe ju larguan nga aty për arsye që kuptohen. Keni ndonjë gjë për të thënë për këtë, për largimin? Besoj që largimi ka ardhur si pasojë, nuk duhej një emision I cili këdo investigonte përveç se pushtetit. Kur u bërë dhe ndrimi I pronësive nëse e mbaj mend sakt. Shiko, unë kush me një e di që edhe në rrjetet sociale mundohem të jem shumë I drejtë për drejtë. Dhe duhet të jemi drejt për drejt. Shitja e ABC-s erdhi një sezon ne kishim nisur sezonin e dytë. Kishim bërë sezonin e parë pilot, I cili filloi në prill të 2022-shit deri në fund të majit, diçka. Pra kishim, nuk di sapo 8 puntata I bie, po. Dhe u rikthyem në shtator. Me sa mbaj mend, ABC është shitur në tetor 2022-shit, me sa më kujtohet. Pra, kishte nisur sezoni I dytë. Nuk nga lënë shihet mirë diskrecioni me të cilin u shit ndaj një emisioni që pavarësisht se sapo nisi u kthye në kolon të televizionit. Dhe unë bashkë me producentin po kthej, e kujtoj kështu, është pikturuar dikun, po ktheheshim nga Prishtina dhe duke dëgjuar radion, dëgjojmë që shitet ABC, a kuptoni? Ishit shitur edhe ju. Ishim shitur edhe ne, po. Pastaj pjesa tjetër është një histori bashkëjetese në thojza me armikun. Sepse ne ishim armiku aty. Drejtuesit të cilët ata emëruan kërkonin çdo detaj të çdo teme që s'ndodhte përpara. Të çdo teme që ne realizonim, donin detaje, dhe tash do t'rregoj një sekret. Ulesha në zyrë dhe do dorëzoja tema që kishim proces për të realizuar. Dhe unë ja futësha me brot shkulla temash. Pra ju jepje të tjera, tema që si kishë nërmend. Që si kisha ishë nërmend, sepse e vjezhë të jo këtë, përmendja emra ministrash, emra deputetësh. Jo të, po investigojmë këtë për atë. Të shi, u këthy në talje, edhe ato mujtë emisionit, si më thanë, ne kishim
objektiv vetëm pedofilat dhe keqbërësit. Nuk ishim diçka. Temat jo politike. Ishim shumë apolitik në ato muaj deri në 10 orë kur mbroi emisioni, pastaj u bë kalimi tek syri. Shku tek syri. Kjo ishte historia më ABC. Tani ka një pyetje pak e vështirë për zhanrin ku emisioni yt është. Po ka dyshime, ka pas aludime, ka pas ndonjëherë edhe prova që emisionet investigative të këtij lloji, dhe unë nuk kam ndërmend t'je i Piranja, apo s'kam ndërmend Piranjat, po ka emisione të tjera të cilat zbulojnë ndonjë gjë, por edhe në procesin e zbulimit të gjërave edhe korruptohen. Në kuptimin që ta themi shqip e shkurt, vën gjoba, unë kam një provë, i thon filan biznesmeni, filan personi, dhe bën kaq për të mos e nxjerrë. Shiko, në qoftë se unë e deklaroj këtu dhe shoh kamerën dhe them, jo, ne nuk vëm gjoba, edhe do pres të kemi komente, 90% e komente do thënë i po gjobaxhi, se ti gënjen. Po, shu jeni të gjithë, jeni të lloj, po. Ajo që mu, sinqerisht, më ka vrarë shumë që në ditën e parë që kam ardhur këtu nga Italia dhe kemi filluar këtë format, është që pa nisur mirë emisioni, pra sa ishim, ja po nis dhe një emision gjobaxhi. Edhe kjo është një stereotip që është krijuar nga diçka dhe nga dikush. Pra, në një farë mënyrë njerëzit kanë eksperienca përderisa kanë arritur në këtë konkluzion. Nuk mund të thuhet kot ja gjobaxhit. Është një histori e gjatë e eksperiencave personale të personave të njerëzve, të cilët kanë krijuar stereotipin që fatkeqësisht na kanë përfshirë edhe ne. Por gjithashtu, nga ana tjetër, më gëzon shumë fakti që shumë njerëz e shkruajnë në gërma të mëdha që gjejmë mbështetje, gjejmë zgjidhje tek Piranja për shumë histori. Dhe kjo të bën të ndihesh mirë, e kupton? Plus që historia jonë prej 4 vitesh tashmë ka treguar që ne kemi prekur tema dhe persona që ishin të paprekshëm. Tabu. Që u rrinin larg të tjerë. Kush e mendoi emrin ti? Është ideja jote emri Piranjat? Jo, është një lloj le themi mënyrë kolegjiale, si po bën, si po bën. Është një person që edhe po e përmenda nuk e njihni, kështu që është një person që tha po sigur Piranjat, që ishin kështu llabrojnë çdo gjë. Tani temat, uleni dhe keni atë laboratorin tuaj të ideve që uleni dhe pini një kafe, bëni një mbledhje dhe apo ju sugjerojnë të tjerë, si funksionon kjo e gjetjes së temave? Jo, gjetja temave në gati 90% është nga sinjalizimet, nga denoncimet. Denoncimet janë të shumëllojshme, kuptohet, nga halli personale. Duhet themi këtë që në çdo 50-100 denoncime, 10% janë të vlefshme, sepse ka denoncime që nuk mund të përbëjnë as objekt për emisionin, por ajo pjesë që seleksionohet, do thënë pjesën më të madhe të denoncimeve e seleksionoj vetë, them kjo bën, kjo s'bën, pra kjo është pjesa më e madhe, 80-90% gati janë vinë nga denoncimet. Por edhe nga propozimet e gazetarëve është ky 10% që gazetari bëhet fjalë më shumë për tema që le të themi vinë si spunto nga ngjarje nga aktualiteti. Pra, marrim shembullin konkret protesta, vjen një gazetari dhe thotë doja të kaloja, ku diun, 24 orë me kryetarin, me shefin, me presidentin e protestës. Dhe ne vlerësojmë pastaj ja vlen apo nuk ja vlen ta bëjmë etj. Du të them diçka që ajo që le të themi na pezmaton shumë është që ka shumë tema që ne na bien, nuk mund t'i realizojmë për shkak të frikës së denoncuesve.
Njerëzit tu kanë shumë tërhiqen, frikë. pra e bëjnë denoncimin dhe tërhiqen, sepse e kuptojnë që kanë frikë. Jo se tërhiqen. Nuk dëshmojnë. Ai thot, shiko, bëje ti thot. Po unë s'kam dëshmin për të Po thënë, s'kam gjë nuk për duhet të flas. Edhe pse është halli i atij. Eksakt. Ky është Pra, halli i e atij. tillë është frika. E tillë është frika. Pra ai ka një hall, ti ofron për azil, ai thot na zgjidh ti mua më leja. Kurse e bukur tjetër është, kjo është Barcalet. Bëhet fjalë kryesisht për njerëzit që ju kanë marrë borxhe si ja kanë kthyer. Pra, më ka filani 10.000 euro borxh. E kupton? Po kjo ka ndodh shumë shpesh, na ndodh shumë shpesh. Dhe vajzat i përgjigjen. Po, më na trego pak, ke ndonjë dokument, ke ndonjë fakt, ke ndonjë mesazh, ndonjë audio. Këta persona i marrin me screenshot bisedat me ne dhe i përdorin për t'ia thënë shkon te ai tipi dhe thotë, pra është një formë shantazhi. Piranjat janë gati për të goditur ty dhe pagu i parë. Edhe pastaj shkruan, në u bë stil tash. Nesër më na shkruan, jo faleminderit e zgjidha. Nuk e ka zgjidhur për 5 vjet, edhe zgjidhi për duke përdor. Mirë, prapë paqja sociale po vendosi. Ja, nuk thjesht po e them për tani se kjo ishte bisedë që u bë off record, por po e sjell po deshe zgjeroj ose varet nga ty. Kur po flisje çfarë në telefon, më the atë rastin që ka njerëz që përdorin emrin e piranjave edhe për të mashtruar. Mund të na ilustrosh me Po, është një rast që është edhe mediatik, mund kërkohet. Është një person, nuk e di, nuk është bërë as viti ndoshta, i cili ka kërkuar 7.000 euro një biznesmeni në emër të piranjave. Pra, unë jam i piranjave, kemi zbuluar këtë, ai me siguri ka ditur diçka, e kupton? Biznesmeni ka bërë denoncim polici, ndoshta me idenë që po kapim piranjat, nuk e di. Dhe kanë kapur këtë tipin. Pastaj pra ka dhe raste të tilla që përdorin ky është i treti rast sot që morën vesh. Janë të paktën 3 raste që kemi marrë vesh ne. Ndoshta, ku di unë, mund të ketë persona që edhe vendgjoban e vërtonë, duhet jemi të kujdesshëm këtu, pastaj ndoshta është gjëja më mirë se të kontaktojnë direkt numrin tonë të telefonit personat të cilët kanë patur raste që janë shantazhuar në emër të piranjave ose edhe kanë tentuar të gjobiten në emër të piranjave. Mund të kontaktojnë direkt numrin tonë dhe aty merret vesh gjithçka. Rasti më i çuditshëm i denoncimeve, jo që të ka thënë të thuash që qa është kjo? Duhet mendojnë pak sepse janë shumë, po. Atëherë po vitet freskëta se po kujtohet një rast që është. Nuk është një, janë disa me të njëjtën kërkesë. Sepse mund të jetë edhe që ne, nga që jemi mision investigativ, nga që shohim që ne punojmë shumë me kamerën e fshehtë, punojmë me infiltrimet e tjera, raste të paktën, nuk e di tash sa me numër, po janë disa, po them prap, edhe e fundit ishte pra disa ditëve që ju lutem më tradhton gruaja dhe ju jap të gjitha, le të themi, lëvizjet e saj, oraret e tjera dhe duhet më ndiqni. Po është. Fantastike. Jemi bisedë investigative. Dhe këtë sa që marr një burr që do t'ja gjejë emisioni. Po, emisioni. Dhe po gjithmonë është edhe kjo është ky person hyn paketën e shumë personave të tjerë, pra ka shumë raste të tilla që thonë mos se publikoni. Do të thënë bëni ju atë punën, më informoni mua, thoni. Edhe po, janë korrekte, thënë sa kushton. Thënë sa kushton. Pra ju ngatrojnë me agjenci investigative për këto çifteve. Sa është fantastike. Po të kalojmë pak, ti e Shkodran. Kur e gjon shprehjen me Ken Shkodran tana i ban, ç'a mendon? Dgjoj, duhet ta sqarojmë diçka. Sepse shumë kush mos thuaj që si e Shkodran. Jo, jam shumë Shkodran. Jam shumë Shkodran, por për shumë kënd kjo shprehja me Ken Shkodran tana i ban
mendohet që e kanë bërë Shkodran për veten, e kanë shpik vetë Shkodran. Ndërkohë është e tjerëve për Shkodran. Është e tjerëve për Shkodran. Pra nuk është kjo është e jona. Nuk është vetëm burri i Shkodran. Shiko, duhet të pranojmë që Shkodra ka një Shkodran. Vetë kanë pakat tendencën, e konsiderojnë pak veten kështu mbi palët. Por të gjitha palët. Por si thonë në Shkodër, na shkon kjo. Edhe gjithë shumica shqiptarëve e pranojnë atë gjë sepse e marrin me shumë sportivitet, e marrin me humor kështu. Siç është ajo e vlonjatëve, ne kemi këtë ma Shkodran, burrin është Shkodran të shi, vash pak se. Po, një gjë, Shkodra është qytet interesant. Special. Po flasim, është veçantë. Me atë kompleksitetin e saj, ka, domethënë Shkodra, po i hyren mbrëndësi, zbulon perla, mrekulli, zbulon njerëz nga të gjitha llojet, por që kanë në të përbashkët kanë shpirtin. Shkodra ka shpirt shumë të madh, vërtet, po hyren Shkodra. Shpjegohet te humori, që shpjegohet te letërsia, që shpjegohet tek artet, sigurisht është shpirt. E ke raportin me Shkodrën, e ke në kuptimin që shkon në Vjen, e ke shkon pra shkoj në Shkodër. Pra je në Tiranën se konsideron hala nuk konsideron ende shtëpi, e konsideron si një lloj du të them diçka. Unë fatkeqësisht, ndoshta edhe pak për shkak të moshës, nuk e jetoj Tiranën. Unë edhe miqve të mi i them shpesh, më thonë, çfarë thot Tirana? Tirana ime është nga Unaza tek Komuna Parisit, te Tegu edhe përfundoj në Kino Studio, pra bëj gjithë Unazën. Edhe kthimin bëj gjithë Unazën. Sepse përdor Unazën për shku në shtëpi dhe në punë. Syri është në infrastrukturën e Aq është Tirana ime e përjavshme. Fundjava që ke mundësi me dal, me pi një birë në ikën në Shkodër. Mundohem me shku në Shkodër. Shkon në Shkodër. Edhe për këtë nuk e jetoj Tiranën, me të thënë drejtën. Kurse në Shkodër kam atë shpirtin, ajo e fundjava në Shkodër më çliron. Përveç, më fal, e fundit, përveç faktit që o duhet nisesh në 6 mjesit për shku, edhe të kthehesh në 12 natë, se përndryshe ngecse, keq, në Alezha, ne e din ti besoj se ke. Po, shumë herë. Është të merr. Është. Rruga e shumë e ngushtë për atë aks, pra vetëm me një kursi në një aks kryesor kombëtar, po na masakroi. Nëse atë shërtojnë miqtë u Shkodran se e ke kthy pak si shumë standard të folmen? Unë fatkeqësisht për miqtë Shkodran, cilët masakrojnë, jo më çortojnë, më thonë, ti kur shkon në studio televiziv ose në podcast ku jam këtu, tjetërsohesh, më thonë. Ti tjetërsohesh, pse nuk flet kur si flet me ne, a kupton? Unë nuk e di, unë kam zgjell që tash po them Shkodran që më që unë kam zgjell me kanë shumë korrekt, me edhe matët që më dëgjon nga fshati i Korçës, edhe nga Përmeti, edhe nga Saranda, mundohem të jem standard në të folur, pavarësisht se kam vështirë, ma besoj që kam shumë vështirë me zgjell fjalën e duhur, kurse ban fol Shkodran që mundej. Por prapë mundohem në studio me kanë. Po e fola Shkodrançën si profesor Primo Shllaku, aq pastër, aq bukur, do të kisha folë në studio. Sepse ai e flet kështu, aty i gurgullon fjala. Prima është i rrallë shumë. Kupton, i gurgullon. Kurse unë flas në Shkodrançë, po shumë e kam kështu, jo as trafinuar me saj. E ka stil, Prima është i veçantë shumë. Shkodrani, po mendoj tani Shkodranin më të famshëm të kohëve të fundit, që i bie me qenë Luis Hedhi. Bravo kam taku. E njeh, kemi si me Luisin? Po, Luisi e njoh kur Luisi ishte pa shku as te Ethet. Çfarë atëherë njoh? Sa ka qenë te Ethet, pastaj përfundoi në fundi Big Brother ishte fitoi Ethet ai para asaj, po unë e njoh shumë përpara që kur ka qenë maturant, 18 vjeç. Atëherë kam njoh Luisin.
Për çfarë është ti e një dhe mirë dhe e merr tek nisi rastisht, po më mirë që erdhëm. Kjo rasti na solli të një studim që mund ta bëjmë unë ti tani. Çfarë ishte sekreti i ti dhe populariteti fenomenal që ai rob zoti arriti me kap? Kush e njeh nga afër, e din që Luizi është shumë inteligjent. Është jo vetëm inteligjent, ka dhe nuhatje shumë. Unë kam marrë vesh mrapa, edhe prej ti vetë, që ai është kur e ka, le themi, vu kandidaturën për të fut në Big Brother, është ullë dhe ka pa fund Big Brother nga gjithë bota. Ka pa se si, madje është një lojtar, më duket kanadez, të cilit kuj ka marrë disa elementa, edhe ai ka studiu, pra ai pasa bosi një trajner kur lu me një skuadër, pra ka studiuar atë që duhet të bravo i qoftë. Edhe kjo është intuitiv është. Ka le të themi mënyrën e të folërit e ka shumë të drejtë për drejtë, shumë ka shumë mund mos ketë stil, por ka atë natyrshmërinë. Edhe ka bate që thame atë qërtojnë shokët. Ka bate që i ka folë një shkodran që kështu, nuk ka ndru as pak. Ndryshe, për shembull, Juli, që ishte mrapa, Juldeda, edhe koha gjatë në Oshtan Tiranë e tjerë, e ka më të përzime, ose ishte shumë, plus që është edhe fakti që ishte artist Luizi, nuk thanë, kënote dy kam nga tjere, të vëndën e Barcalet në gja, unë nis makina dhe nuk nale ma, ose avioni, unë nisu të shumë. Populariteti i ti nërkohë që ishte frikshti, pra u kam rastis Shkodër një herë dhe kishte parulla për të, Luani, Targa, qas shihje në për Shkodër, ishte në për Shkodër e gjithandej, edhe në Fushkruj, në për gjithë Shqipërinë, në Tiranë gjithandej, e habitshme. Edhe unë habitesha sepse nuk e imagjinosha asnjëherë që do të ishte, sepse ky thej çdo lloj rekordi, çdo lloj parashikimi. Edhe madje edhe vetë në studio atje produksioni që ishin kam përshtypje, kjo është përshtypje ime, po mund të ketë doza të vërtete. Që aty doli jashtë kontrolli kjo situatë. Nuk ishte ma forcë për ta balancu lojen, për me thanë që shiko se kjo tjetra, kush ishte kjo aktoria, Olta Gixhani, po. Shiko se kjo mund tjetë disi më fort, u pa një disbalancë shumë e madhe që nuk është pas një, unë ta them sinqerisht, jo, sepse gjithë thoni, ose shofi kështu, ta them sinqerisht që unë nuk shoh Big Brother. Por Big Brother na hyn në asu nuk e shoh, por nuk i shpëton dot. Nuk i shpëton dot. Ti po unë shkova në Shkodër dhe Big Brother ishte në parullat dyqanesh, aty kur del që nga Shkodra ishte i parull këtë i tip ure kur vjen këtej. Bacallek. Pa ishte gjithandej. Pra gjatë gjithë rrugës ishte Luan, jemi me ty në për autobusa, në për furgona, nuk pastaj hap telefonin dhe të del skenga jamban. Pra kjo është ajo fuqia e televizionit që është përthyr pastaj në miliona televizione të tjera. Tani ky është shkodrani i famshëm. Kush është një shkodran i nënvlerësuar që është i ka të gjitha që ti e njeh në Shkodër, por nuk është publik, që duhet të jetë publik. Duhet ta mendojmë pak. Ka të tillë thuaj. Se prima është i çmuar, po është publik. Sigurisht nuk është popullor. Isidor Ndocin e njeh? Isidor Kajelli? Jo, nuk e njeh. Më shënoje kur shkoj në Shkodër. Isidor Ndocin. Është shumë i famshëm. Kush është ky? Është një personazh i pjacës Shkodrës. Pjaca Shkodrës prodhon figura. Është një personazh i njohur tash dalin dhe tregojnë Barcaleta. Bën ato monologjet e tij përpara kamerës. Përplaset me Benet Becin me monologje. Ishte një kështu një video që ishte bërë që më keni vjellë saksijat. Ishin marrë saksijat para shtëpisë. Benet Beci më sill saksijat se më keni marrë. Ishte një aksion i bashkisë që morën ato, do të thënë pastrunën trotuaret e tjerë, ishin ato që vendosin biçikletat.
E kupton këtë gjë? Kishim marrë dy saksia këtij doli i përritje me dhe. Gjithsesi, kjo ishte shaka sepse Isidori është Dori e thrasin, është personazh i njohur në piacën e Shkodrës. Atje ajo është një 60 e sa vjeç, por gjithmonë këta djem të ri të Shkodrës vinë me të, kalojnë kohën etj. Shkodra tash te personat e nënvlerësuar në Shkodër. Shkodra ka shumë prodhim vlerash. Por piaca në cilën to vlera reklamohen, mendoj shpesh herë që është e vogël për ta. Sepse duhet të ketë duhet të ketë jehon më shumë puna atyre. Në shumë fusha, në shumë fusha. Shkodra ka për shembull aktor shumë të mirë, mrekullueshëm, edhe breza të ri, të cilët aty në migjenin e tyre mundohen të prodhojnë pavarësisht kushteve vështirësive. Shkodra ka edhe sot ka poet shumë të mirë, të cilët shkruajnë për një kategori njerëzit. Unë do të veçoj është një djalë Klodian Kojashi, jeton në Itali. Kam pa tekstet tia të bëme këngë. Ai ka kap një kështu ai është poet. Tekste që i bën ajo pjesa e këngëve pas është diskutim tjetër. Këtu e kam has si emër, pra më del her pas here teksti Klodian Kojashi në të YouTube-s. Po, ai ka bë shumë këngë nga këto edhe gjitha për Shkodrën, serenata shkodrane etj. Por gjithsesi unë jo për t'ju poshtë punën, po inteligencë artificiale është diçka që nuk është prodhime. Ato kupton që janë por tekstet e këtyre këngëve janë tijat. Tekstet i ka shumë, i ka brillante shpesh herë. Edhe aty është arma e tij e fortë. Unë ka shumë vite që e lexoj, ka bën duke 2 libra me poezi ose 3 nuk e di, por kush e njeh për te Shkodrës shumë pak besoj, e kupton. Kur ai është shumë i mirë në stilin e tij. Ka dhe tjerë që s'm kujtohen, po flas për të rinj, sepse për më të moshuar dhe kështu i njeh edhe Tirana janë pak edhe përmendën profesor Primun pak më parë. Unë nuk mendoj që, domethënë, dalim në rrugë të pyesim 10 vet sa vetë e njohin realisht. E kupton? Po. Mendoj që duhet ndihet më shumë shqiptar se sa sepse më ne këtu him në diskutimin që ne shkodratë kemi shumë merak gegnishtja, nënvlerësimi, standardja, kongresi standard. Kjo shndron këta Oland, po një poet, një përkthyes, një shkrimtar i mirë, siç është Primo, edhe po të shkruante në standard nuk është se do e njihnin shumë vetë, pra. Ka pak interes për librat, ka pak interes për letërsinë e mirë, edhe kur ka interes është për një letërsi e ta themi, jo dhe ashtë mirë, po tani se po e mbushim atë orën që të kam thënë do të marr. Ti si shkodran, a mundesh me kenë në skuadrë tjetër vetë Gjermanisë, lejohet me që jemi në prag të kampionatit? Thashtë të mund për Vllaznisë herë. Vllaznin e di unë se mund të ishte shokët do ta falshin që ti ke flet me standard. Po këtë ditë do të përzinin, nuk do vijnë në Tiranë pastaj. Jena pezmatu shumë këtë ditë. Nuk e di anoqe, por me iku titulli me Final Four. Ai që ndrum për 25 vitesh. Ka 25 vjet që se merr Vllaznia, 25 vite. 2001 me të ndjerin Miftar Qela që ishte president. Wow. Dhe shiko për ne është sinqerisht është kështu është dram, është traumë, imagjino një djalë që atëherë mund të kenë ose ka 3-4 vjeç, 5 vjeç sot sa është, ose një që ka lindë dhe s'ka pa kur Vllaznin duke dalë kampione. Sepse Vllaznia është ushqimi jonë, është pjesë e përditshmërisë tonë. Në të mirën të keq ka qenë gjithmonë aty më ka anekdota pafund për Vllaznin, jo la dasmë në dhëndër, jo la varrimin e babës, a kupton? Këto vërtet janë Barcaleta, po kanë një lloj vërtetësie të brenda, sepse e jetojmë shumë, e përjetojmë shumë. Nuk shiko, edhe qytetet e tjera, skuadra e qytetit, skuadra e zemrës është gjithmonë skuadra e zemrës. Por në Shkodër, duke pas parasysh që
është ky është djepi real i futbollit, sepse atje solli ai prifti topin e parë në Shkodër etj. Pastaj u ballë skuadra e parë e futbollit në 1990 dhe gjithmonë janë ushqyer brezat nga babat e fëmijët, e nipi etj. Ka shku gjithmonë me këtë dashni. Unë e maj mend vetin, ku diun 5 vjeç që merrte baba këtu, më çote në stadium. Unë Sababizin e kam të pikturum fëmijë, nuk shifsha stilin e lojës, por shifsha ky është Sabahi, e kupton? Ky është Sabahi, e kupton? Pra, ne na dhem shumë vllaznia dhe sot shoh njerëz të mërësisht revoltuar ndaj gjithmonë kapen me presidencën e skuadrës etj. Edhe me lojtarët, me trajnerën etj. Po shpresoj që të kemi fatin ta shohim duke u kthyer te vlerat e saj. Vitin tjetër darzot. Shpresojmë. Por te Gjermania, unë jam devijim se jam super tifoz brazilian. Me Brazilin. Ashtu. Po ti qenë një kështu domethënë pas ka një bar të veçantë në Shkodër kur shkoke me paneshën. Është një grup. Po për Italinë erdhi keq se arritin finale. Po, më ardhi keq sepse më kapi. Shiko, unë finale pa Italinë në Shkodër ka shumë tifozë italianë, sa e din. Me Italinë mandej ne jemi, do të thënë, me Rai, me gjuhën italiane, por edhe me skuadrat e Italisë tjetër, jemi rrit. Pastaj qëndrimi atje për më shumë se 10 vite është ndikon pjesë tjetër, edhe është emocionale, dhem, u banën 3 kampionate, ku po shkojnë. Por në Shkodër, nëse do me njeh tamam bukur botënorin, duhet me shku te ata gjermanët. Tham ata, sepse ata janë, po janë të shmendën në Shkodër. Të shmendën, nuk kanë limite. Janë pa. Talant ishte kënaqësi, ishte bisedë e këndshme, unë të falenderoj për kohën edhe do gjem në një temë tjetër me siguri në vijim për të takuar sërish e për të folë. Po do të bëjmë një kështu që të flasim të dy në gegnisht, ashtu si unë si mundem, ti sigurisht shkodranxhe e ke, po edhe unë do munohna me folë, po munohna, dakord jam, me folë në gegnisht, po ti e ke me herë një Chelsea, ke më unë veç në mane Chelsea. Ja, unë jam shumë i kënaqur me folë vetëm shkodranxhe, se është pak, edhe gegnishti ja pak shkodranxhe. Gegnishti ka shumë me folë, por thash, gjithmonë ka penguar ajo ideja që erdhi këtë, po thënë, me folë në studio televizive, mund edhe të paragjykohesh. Jo frika se më paragjykohesh, po du me kenë shumë korrekt me këtë. Shiko, edhe me që jemi këtu të gjua dhe e fundit dhe e myllin. Deputetja Shkodrës, Koçeku, Mariana, ajo tha një gjë interesante për mu të paktën, dhe pati disa reagime, jo pak që si thot kjo që unë flas shkodran që flas gegnisht tha ajo. Edhe pati reagime, mendon që ajo e ka drejt që unë edhe pse jam në kuvendi unë flas gjuhën e po themi konstituencës time ose të elektoratit tim. Dgjaj, edhe brenda shkodranëve është bën ky debat, Janë të grupet që unë i njeh ku i shoh dhe është bën ky debat. Sepse ka prej aty në që thonë, shiko, jenë në parlament, duhet me folë standard. Ka prej tjerë, pse ta ndrojnë ajo, të flasin ashtu si flet. Sepse ajo nuk e dia e kupton, shkodranët e kuptojnë shumë mirë, ajo flet dialektin e saj, domethënë të Dugagjinit. Ajo flet dialektin e Dugagjinit dhe flet shumë pastër, shumë mirë atë dialektin e Dugagjinit. Që nuk është i Shkodrës ma i zbutin, Dugagjini është ma strong. Po ka ndryshim të thellë mes shkodranishtes dhe për ne ka. Për shkodranët ka. Për shkodranët sigurisht që ka. Edhe për ato shkodranët që ka, a kupton? Ka diferencë. Por unë nuk, si tha papa, kush jam unë t'i gjykoj ata. Në qoftë se ajo njihet mirë me atë folun, edhe në qoftë se ajo
ndoshta po tentoj me fol me standard, humbet fillin e logjikës, të mendimit të saj, atëherë le ta flasin ashtu. Nga njëra ana tjetër është a thua e kuptojnë një pjesë atyne që duhet me një gjuhë. A kupton? Shiko, ajo unë kam përshtypje që në një kuptim e ka drejt, se thot unë i flas komunitetit tim. Po. Ata që më kanë zgjedh. Po. Pra unë jam ta zënë, ja se po e kthej në të kundërtën, se u zgjat si çdo bisedë tjetër. Një senator i Alabamës në Shtetet Bashkuara të Amerikës nuk kujdeset shumë me home taxin e Alabamës, sepse sigurisht e kuptojnë në Amerikë, ai tax është, por nuk kujdeset me ndru dhe me fol gjuhën e bregut lindor, që është më e qytetrumja, më e pranumja në media. Ata flasin, nëse është nga Karolina e Veriut, ai flet si nga Karolina e Veriut, nëse është nga Alabama, nëse është nga Teksanët, ndoshta binë sy se kanë ato kanë disa spërdredhje të fonemave. Pra as ata nuk e kanë, nuk është se vinë në Washington dhe flasin si flet East Coast, kështu që sepse pse ata duan me I fol, ata janë politikanë dhe e dinë që votohen, duan me marr vota aty ku I marrin, nuk I intereson fare atij se ç'a mendon dikush në Vermont, në veri. Ai thotë unë I flas Texasit tim edhe po, këtu jam dakord, por të ta kthejmë pak në debat. Po flasin për Marianën në këtë rast. Okej, dakord. Po flet me komunitetin e saj. Dhe çfarë thot komuniteti I saj? Një pjesë që thash edhe një herë, unë jetoj çdo ditë me Shkodrën, pavarësisht se jam këtu dhe një pjesë thonë që duhet të fliste. Okej, foli shumë mirë etj. Për thethin, çfarë thonë ai gjë? Okay. Që jemi te komuniteti. Okej, aty po pastaj. Pra kjo është pasi po kjo Orlandse u zgjat më mirë. Kjo është tipike rilindase. Pra rilindasit nuk flasin kur për thelbin, pra formën, se gjua është forma që e përcjell, nuk është thelbi. Pra gjua forma sidomos në shkodranisht në Dukazhinshe apo në standarde. Thelbi në fakt nuk jetë drejti, thelbi është thethi. Pra duhet me fol për problemet e komunitetit, nuk ka rëndësi a flet në italisht, po fole për to. Kështu që po, këtu më zune. Falenderoj edhe herë. Faleminderit.